Në vitin 2024, ushtarët izraelit në grup dhunuan seksualisht një të burgosur palestines. Këtë kemi parë të gjithë, madje këta përdhunues janë shpallur heronj në gjithë Izraelin dhe më jërë. Në vitin 2003, aktivisti amerikane 23 vjeçare Rachel Corrie u shtyp për vdekje nga një buldozer izraelit në Gaza, ndërsa përpiqej të ndalte shemben e një shtëpie palestinese. Në maj 2010, komando izraelite ndërpren një flot drejt Gazës në ujërat ndërkombëtare dhe vran 9 aktivist në bordin e anijes Mavi Marmara. Në maj 2022, gazetare palestinezo-amerikane Shirin Abu Akleh, e cila punonte për Al Jazeerën, u qellua në kokë dhe u vra nga një steper izraelit në bregun perëndimor të pushtuar. Pra, abuzimi ndaj aktivistëve të flotilës nuk është një devijim, është sjellja e parashikueshme e një sistemi që ka mësuar se mund të vrasë, të përdhunojë, të poshtrojë dhe të lërë njerëzit të uritur pa pasoja. Dhe gjitha këto nuk janë diçka e re, por vazhdimsi që nga themelimi i Izraelit në vitin 1948 e deri sot.